që shumë të moshës tuaj sot në shkollë. Ju sa vjeç jeni për çfarë studioni? Unë jam 52 vjeç, edhe studioj në degën e operator turistik në gjuhën gjermane. Pëlqen turizmi, prandaj e futa kësaj dege. Pastaj kam dhe vajzën në vit dytë, unë jam në vit parë. Pra ju jeni nga ato rastet që vajza është një vit më e madhe se ju në shkollë, apo jo? Po. Mami të marrë librat e vajzës. Ka emocione kjo ditë? Po, patjetër. Se i thonë, shumë vite shkëputje në bankat e shkollës, të rikthehesh përsëri në auditoret, në sallat e universitetit. E kam pas, domethënë e kam pas ëndër që ta vazhdoja shkollën, mos ta lija me aq, por degat, domethënë në fushën që jam aktivizuar, që aktualisht unë jam e vetë mësuar, jam në biznes, edhe tash pse jo të vazhdoj dhe këtë degë, simbase turizmi sa vjen e po zhvillohet, edhe pse pikërisht tani ky vendim? Po sepse tani më poqen kushtet. Tani erdhi momenti. Se vjen një moment, domethënë që e mendon gjatë, pse jo? Pse ta mbyllja me aq? Faleminderit dhe shumë sukses. Nuk Për di çfarë gjë. jeni këtu? Për shkollë. Duhet Çfarë viti jeni? viti parë. Për çfarë studioni? Unë nuk di gjë. Sa vjeç jeni? Unë jam 53. 53 vjeç. Po. Keni hyrë te cila klasë? Se di klasën se e për herë të parë. Po prisni këtu, fillon. Për çfarë degë? Nuk e di për çfarë studion? Degër për i degët, nuk e mojnë men. Po për çfarë? I degër, Po cila ka qenë arsyeja që vjen në shkollë të lartë? Për çfarë arsye keni ardhur? Pra si e morët vendimin? Çfarë ju shtyu të vini në shkollë? të vishim. Mbarum shkollën, të vishim. Faleminderit shumë. Teknologji operatori. Sa vjeç jeni? 53. Çfarë viti? Viti dytë, si vjet. Si u duk viti i parë në? Shumë mirë, shumë i mirë, shumë i qetë. Shumë mirë. Keni mundur të përgatitur diçka nga ato që keni mësuar tani? Kemi mësuar kaj qik? Aj sa mundëve, se mos moshësh. Se ka ardhur vendimin për ta nisur shkollën pikërisht Po, tani? kemi ra vetë, për qef. Ta kemi shkollën. Ndonjë puna, kush e di? Do ju punë në këtë moshë, mi 50 Po. vjeç. Si mund, pse? Ropi do të sakrifisoj për çdo gjë. E kishte dhënë më herët ndoshta shkollën? E kishim, po s'kishim mundësi. Aj, ishe mundësia. Prindis në qoshin, se s'kishin, në qatë në qoshin. Po ndërkohë, vitin e kaluar, sa nxënës keni pasur në klasë? Nga sa mundur? Ishim shumë, se ne ishim me të rritë, për shembull, me 8-19 vjeçarët. Si është bashkëtesa ose le të themi hapësira që ju ndanin me të rinjt në moshë? Shumë mirë, shumë të respektueshëm. Shumë të respektueshëm. Shumë mirë ishte. Keni shumë të moshës tuaj që Jemi 3-4 jemi. Si mos degët, ca kanë marrë degë tjetër, ca kanë zjedhë degë tjetër. sese. Rosh, faleminderit.